Për çdo problem ose informacion tuaj, Pixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori i lënë sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Pixfare. Fiskultur e gjallë brenda tyre. Në trupi tonifikuar, fitness, aerobi, në për palestra, në vajzat janë ndryshe, kanë një sillaps 304, 305, 306. Gjëra të thjeshta me dy gishta bukur. Mbani mend që para 2 ditësh mos gaboj folëm për fakultetin e sporteve. Po, dhe? Kishte një palestër që për 50 centim nuk u bë olimpike, po mesë këto janë probleme tjera. Si ka kjo? Kishin argjuar diku ke 600 milion lekë. Edhe kjo është dytore, Ky më habit më dita ditës nese. Po në do shifra që dëgjoj këtu. Çka binte jashtë me demek futesh e brenda. Po në fakt pamit ishin që ishin ca kështu bidona plastik që mbinin ujë, kupton apo jo? Po, pa bëjë për tjetër gjë. Sa kolegu ato ditë që uji është për të mbledhur, për të shitur, për të rregulluar? Po. E shitën ujë gjëra këto dyshira në Tiranë? U ka ditë palestër. Po praja ka gjë thjeshtë. Gjash muaj që 100 s'kemi marë, s'po arrinë sepse njoni thot me tutkall, tjetëri me kështu, tjetëri. Pra ajo do të zgjidhet se s'bën se është problemi me i thjesht. Mirësfikse të rikthehemi përsëri në sallën e sporteve këtu tek Universiteti i Sporteve të Tiranës dhe nga informacionet që na dhanë se kjo sallë pas interesimit ton, ajo është rregulluar tashmë. Na ndiqni. E vërteta është që palestra ka pasur, në themi, mos funksionim të rregull në problemin e kullimit të ujrave të gjithë sallës. Kjo palestër ka rrjedh që në fillim. Ka rrjedhur në fillimet e para, unë nuk kam qenë në këtë post, le të themi para 3 vjetësh, por tani që kam 1 vit e gjysmë në këtë post, them që kjo palestër ka pasur të paktën mbi 8 deri 10 pika. Është eliminuar rrjedhi. Në momentin që ju keni bërë kronikën, unë them që ajo kronikë qëndron. Dhe së bashku kemi trajtuar që shumë shpejt kjo gjë do të eliminohesh në interes të institucionit. Tani kjo palestër mbi 99.99% nuk këllon. Por ajo që unë do të ftoja ju përsëri për të parë veten tonë në këtë lloj pune, shiu është shi, breshi është breshër, lagështira bën veten, unë përsëri do të jemi hapur ndaj jush për një ditë, le të themi të tmerrshë shiu, që ju të vini të provoni edhe një herë këtë fjalë që ne po e mbajmë para jush. Jo se për mungesë modestie, po që pas ndërhyrjes tonë rregullua, e rëndësishme është që kjo palestër rregullohet tashmë. Mjafton kaq. Nuk pikon. Njerëzit, më thënë, studentët mund të bëjnë fiskulturë, ping-pong, basketbol, volleyball. Wow, bam! Por në atë ditë që transmetuam këtë temë, folëm dhe për një profesoresh që kishte master, kishte specializime, kishte mbrojtur anglisht, kishte marrë 10 në anglisht etj. Që kishte bërë një konkurs, por nuk kishte fituar. Bravo. Vajtën pyetën edhe një herë. 4 vjeçar. U mbyll ky muhabet. Që çfarë? Ne jemi marrë me dosjen unë në dekani fakultetit, u kam kryetari komisionit. Kryetari komisionit. Doktorët e shkencave ose personat që vinë do ishte mirë që të flasin anglisht, ky është gjithë problemi. Është pyetur e zonja në anglisht nuk di asnjë fjalë. Unë vi nga bota e sportit, kam qenë gjimnase mjeshtër e sportit, unë kam mbaruar një master, Po personi që ka fituar? Personi që ka fituar ka vetëm diplomën e shkollës së lartë dhe asgjë tjetër. Dekani fakultetet ka deklaruar se ju nuk dini të flisni anglisht dhe për këtë punë edhe jeni skualifikuar një pjesë e madhe. Unë kam një dëshmi të mbrojtur në fakultetin e gjuhëve të huaja, me një notë në të cilën edhe dekani e ka të mbrojtur në të njëjtin fakultet. Ju bëni pyetje të vina. Si profesori që është marrë, ka qenë me kontraktë po? Po. Sa kohë? Po, domethënë mas kontratë pas e unë. Mas kontratë u fut në konkurs, u hap konkurs për të gjithë. Unë kanë drejt në hyrje, ka drejt edhe ky. Ka thënë ditë misim.
S'ka dalë si kam si. Po për çfarë ka punë? Më ka fillu puna që ka qenë emërum me kontratë, kuptova apo jo? Po shlidhe ka tani kështu. Qa koincidence plava, ha? Pse më çfarë ka koincidence? Edhe me kontratë, edhe në punë. Fiton dhe konkursin, ha? E abiqve. Jo, në administrata tonë kështu ndodh për herë. Ai që është me kontratë, fiton gjithmonë pas i bëhet konkursi, po ai fiton. Mos i bëhet vetë pyetjet e konkursit ai dhe i di. Atë frikë kam një dhe e dyta. Që di si u bë konkursi njërë. Me abiqve. Nese, gjithsesi. Ose, shiko, se ka pas kritere konkursi, kupton apo jo? Që kriteret mund të ketë bërë kjo shumë gjatësia. Tjera bie, persone ka qenë 1-10. Duhet t'jesh 1-10 i gjatë. Të mos kesh as master, as specializime. Këta tjerë që kishin, u dojën. Ja, pra. Ju plotson të kushtet. Kajtë marrë në më bedi, Absolutisht nuk plotson të kushtet. Pastaj ja i lodhur, ta thash dhe atere, personi mbi ngarkuar. Po, edhe gjithë jetë merë me shkollë. Ke argjuar 30 vjet nga jeta për shkollë dhe për gjona. E mbyllët e mua betë që u shëru mirë e mirë. A, bukur, bravo. Publicitet.